Si jeni? Mirë, përshëndetje. Mirë, dolce. Si jeni? Ani mirë? Çfarë bën? Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Ani mirë? Si mirë, Jo ti mirë se I pa me kap tash. A të Zvicrën e këto? Përshëndetje. Kalë fururi, mirë se pak Zvicër, pak këtu. Po, Amira I mirë? Nga ju kemi? Nga Gjakova. Bash Gjakova sa po? Cili? O, Skivjana, shoku ta mua. Kjo reprezentohet e familja burrit, unë e reprezenton atë baba. Cili nga? Aty në rrit, vlla, burri nesër mas nesër në shërë. Ka e tjeni ju? Unë jam e Cërmjanit, komunës Gjakovës. Cërmjanit, shumë mirë, jetë në Cërmjani edhe Mohamed Sediu. Mohamed Sediu në kam shoh, po mi se në erdhet dhe shpresojmë dhe besojmë në profesionalizmin e juaj. Respekt shumë. Edhe qenë kemi koshi. Ravec. Ti pëllë edhe mesa në ki, se në mesa që në jemi. Karavec, ja? Ku cilë fshat? Denit. O, Morina? Po, Jo respekt Morina, shumë. Betyqi. Betyqi, unë jam fys Betyqi për ndryshe. Respekt shumë. E tani 2-2, apo? Po, 2-2. Oke, një vajzë, një djallë. Këto do përdoren? Këto do përdoren apo janë si? Nëse keni qef mi marë si, e mirë, behia, nëse keni qef mi marë gjitha informacionet, masanej të spjegoj që ka dëni me bo, se në fakt është disa aplikacione janë pak delikatshme në bosh, po që ju e vini projmin edhe nuk është që shëruan shumë shpejt. Si e vini, e mirë, behia. Kështu që... 2-2, apo? Po, 2-2. Një djallë, një vajzë. Po vetëm, dali aty në 200 falë, dojë që, bënë në 60 ose 80. Tuk, po. Kështu që... Po vazhdoj unë? është mirë... A duhet të jemi kështu, apo dishtë në komplet? Në fakt, unë jam prej Zvicre, jam e specializume në Zvicër, Belgjik, Holland, kështu që po gjoni farë përvoje pune kam me këto estetikën time. Këto I kemi Hydrofacial, Hydrofacial Derma Bronze, me 11 aplikacione. 3 opcionet e para janë për pastrime, tjerat janë për pastrim për hidraktim të likurës. Tu e fillu prej muskulaturës, qelizave, shëndritje të likurës, stabilitetin e likurës, relaksin e likurës, masazha, në fund vjen moska me 7 ngjyra, se asnjë lloj e ngjyrës nuk është e njëjtë, kështu që moska programohet me 7 lloj ngjyra, shkaku që me kop gjithë pjesën e likurës. I kemi produktet prej Belgjike, janë 6 lloje produkte, edhe këto aplikohen në fytyrë, janë një orë dhe në varet sa zgjatë tretmoni, sa ka nevojë. Gjithse cili produkt e ka opcionin e vetë për shka I shërben likurës deri te moska. Këto kombinuar edhe në avull, po mirë, po prap produkti është I fort, po avulli është ajo që e ndihmon paka shumë për procesin. E kemi produktet e Hollandës, që janë produkte që kush ka probleme me akne që e trajtojnë edhe porët e hapura, zgjenuara edhe aknen, e trajtojnë shumë mirë. Ky është një proces që duhet mu bo një herë njoftë, ta marrë shembull, shkaku që me pas efektin, se aknja nuk vjen vetëm prej hormonëve, si shumë njerëzit mendojnë që janë vetëm akne hormonale, mirë po nuk janë vetëm akne hormonale, janë akne të ushqimit, me vëmë di sa ushqimi na bën dom për akne, ne duhet dhe me jetë pa I hongër, do me thonë se ka shumë faktorë që I bojnë dom aknes. Porët e zgjenuara janë një problem që janë pothuaj gati te 80% njerëzve, porët janë si pasojë e fytyrës së ndryshme, që nuk trajtohet, nuk e lën likurën me marr ajër, edhe ato mundën veç mrena me fillu, ato shkojnë të zgjënu, likura mushet si me kel, ato e bojnë vendin e vetë, nëse nuk ndrohet, nëse nuk trajtohet, është shumë problem ma voll me I trajtu, se ndoshta keni rastisht shumë persona që I kanë fytyrën kogjo shumë me bira. Po. I kemi aparaturën që e kom special për Zvicre, ajo është aparaturë që është e Zvicrës, po është e përësit me një shtet tjetër. Ajo aparaturë I rukë, si thoi një fjole allo inkluzive, dhe më thonë të në me njo. Ajo është një hidraktim që mundën me I bo prej 25 vjeqve deri të pensionistët. Ajo hidrakton me rrudhën, me qako nevoj likura, me okna, me qiliza, me rozacen, me kapilartë, e ngreje sistemin e likurës, e bën minxer pa pastërtit për likure, është një aparaturë me një kosto shumë të lartë, sa një katë shpi, nëse bën një katë shpi, ajo është.
është mikronedle RF. Mikronedle RF është një aparatur që nifet në gjithë botën, dhe me thonë sidomos në fushën e estetikës. Është një ndër aparatura që me të vërtetë ka efektet jashtëzakonisht shumë të mira. Kjo bëhet në gjithë trupin, bëhet për stria, bëhet për kush do në mimajt trupin rregull, dhe me thonë modelet, aktorët e famshme në Amerikë përdorin këtë trajtim. Kjo është me mikrogjelpëra për kurrencë. Kjo ngullet mrena në likur, për këtë arsye sot zbesoj që ju mundini me bo se shkakuj që nese keni me dalë në prajmë edhe kjo Kësa i duhet ko, po me mërmendja. Pambarësisht produkteve që unë i kam shumë të mira, prapë si prapë kjo dënë ko, më shëru se mirë është me vendosh si gjona, se kjo në gjitha shkon me shpurje. Edhe kjo është që e largon rrudhen mos e len hiq ma orë, se e manë likurën, se që gishtin ma unë i Big Brother këto. E bëjt qështu, likurën fesht, nuk e len likurën e lirshme, te likurat që kanë cenulit e ka ndikimin mangadal, e shkrin cenulitin, i riparon qelizat, e nëzirë papastërtin, e riparon kolagenin, dhe me thonë një trajtimi asena është sa mi bo gjitha këto trajtimet një për një, sa me bo vetëm ato vetëm. Është edhe për hiperikdrozën, hiperikdroza quhet era ndjerësisht, ajo është smundje, ne mendojmë që jo rrim pala ashtu, por nuk është për atë sistem, ajo është një smundje. Masandej kemi këto kolagena që i vendosim, kemi produktet, këto janë produkte të Korejës, këto produkte, kështu që edhe këto janë për hidraktim të likurës, për pastrim që përdoren gjatë hidroderma bronzi, kemi atë vibra bronzin që është një thelësi që nxjerr, kështu që besoj që ka gjë shumë. E sot më falni, e sot çka keni menduar të bëni me ne? Unë kam menduar se të bëj me ju që ju të filloni për pastrimet. Unë do të shikoj likurat që tu edhe ndërgjurit e cilat kam nevojë se te që ato intenzivet nuk është që mundemi me hiq sot shkakuj që apo nuk shirohen për një kohë. Në mënyrë klasike. Po. Super. Kështu që do ta bëjmë edhe një pastrim edhe një hidraktim, besoj që do të. Po të mundi po bukur të shumë të miqë. A duhet me këto? Unë i kam edhe këta bishkira që do vishin, do t'ju mbojmë, kështu që. Ma jep mua edhe unë të vishna për veti, do vi me njerë 2 minuta, 3, të ta shikoj edhe bukur. Faleminderit për shpjegimin. Një femën një moshkull që doni më orë, apo si ta. Këto do të më vesh. Kjo është përdhëkohet këtu edhe vendose deri këtu. Ajo si fustan, ajo për naltë është. Edhe me brekta. Po lejtë rënjerë ka, se kënena s'kena për një kërgjo. Vetëm qëto. Po të shtunë, u kryqe 2 minuta këthena, vetëm ta lodhe këta. Faleminderit shumë. Faleminderit për shpjegimin. Faleminderit gjithashtu. E ma mirë? Shifemi. Naj kafe, naj pije, këtu kemi ujna, go plusa. Po startojmë një herë me punën, atër ta shoh sa jeni mua vetë gjithë.